أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderim dhe lavdimi takon Allahut, krijuesit të çdo sendit, bamirësit të pakufishëm, mëshiruesit të përgjithshëm, i cili na bëri musliman dhe që na bëri pjesëtar të ummetit të pejgamberit të fundit, ummetit të Muhammedit alayhis salam. Salavatet dhe selamet që dërgojmë Muhammed Mustafas, të cilën neve si pejgamber më të dashur dhe më të zgjedhur për mbar njerëzimin, Allahu na dërgoi. Është pjesë e nevojës në kohën në të cilën jetojmë të kemi edukatën më të mirëfillt dhe më perfekte në civilizimet të cilët ne jetojmë. Është e vërtet se në vendin ku jetoni ju, ku jetojmë edhe ne, është një vend që sinimin dhe vlerat i kanë ngritur në bazë të edukatës. Dhe edukata ju ka sjellur një vetëdije të tillë që sot ligji të jetë respekti më i madh për një shtet. Ata gjeneratat të cilët kanë pas sinimin kryesor që një shtet ta ngritë në nivelin më të lartë të civilizimit, ata kanë punuar në gjeneratat e reja që sot shteti i gëzon ato mirësit të pafundta që ja ka dhënë shtetit të vetë. Dua të them që edukimi është e baza kryesore e edukimit apo ngritja kryesore e një shoqërisë. Edukimi bazë i njerëzimit fillon nga shtresa më e ulët e deri të arrit deri në shtresa më e lartë. Edukata e parë që duhet ta ketë njeriu si sinim e ka që ti edukoj brezat e reja, që ti edukoj të rinjt dhe të rinjat. Sa i përket çështjes së edukatës përgjithshëm për në Evropë, si duket sendet funksionojnë mirë. Por ne që jemi adaptuar në këto rrethana dhe që jetojmë në këtë vend evropian, ne mendojmë ta kemi parimin kryesor dhe sinimin kryesor që t'i furnizojmë gjeneratat e reja me edukat, por duke ja shtuar edhe edukatën fetare. Nëse ne nuk i pajisim fëmijët tonë, jashtë edukatës që e marrin në për shkolla, në për kurse të ndryshme, në për seminare të ndryshme, atëherë fëmijët tonë do të arrijnë një nivel të ngritjes së vetdijes në aspektin e shkollimit, por do të jetë i thatë në aspektin e zemrës, dashurisë dhe besimit. Këto disende, shoqëria që jeton këtu, që po i përjeton civilizimet dhe ngritjet më të mëdha të një shtetit modern dhe një shtetit të së drejtës, ka nevojë që drejtësinë ta bëj me dashuri, por ta bëj edhe me edukatën fetare. Nëse ne nuk përpiqemi që në gjeneratat tona të reja t'ua japim edhe edukatën fetare, ne do të kemi problem që rinin ta kthejmë nga e para, nga klasa e parë. E për të arritur ta bëjmë këtë, neve na duhen disa rregulla apo disa punë që ndal gadal t'ua japim edhe fëmijëve ton frutin më të mirë, frutin e edukatës. E para e cila është suksesi i zhvillimit të një fëmijut me edukat, por edhe me edukat fetare, është e përgjithësia e prindërve. Islami i bukur thot, edukoni fëmijët tuaj 20 vjet para se të lindin. Që do të thot, nëse ne nuk e edukojmë vetveten ton, rënd se do t'i edukojmë edhe fëmijët ton. Kohën në të cilën jetojmë ne shohim fëmijë të cilët janë agresor. Bile agresiviteti i tyre kalon deri në atë mas sa që fillon ta destabilizojë edhe shoqërinë apo klasën në të cilën ai jeton. Nëse një fëmijë është i tillë, atëherë dinja se ki edukim bazën e ka nga prindërit e tij. Sepse prindi ose nuk gjen kohë të merret me fëmijën e vet, ose nuk punon aq sa duhet që fëmiu i vet të gëzojë një autoritet dhe të gëzojë një qetësi në klasën apo ambientin në të cilën ai jeton. E runa Zot mos veje pastaj që ai fëmijë të bëhet i dhunshëm edhe të dalë nga binarët e asaj që është normale. Allahu xhalleshanu në Kur'anin famuljar surën
At-Tahrim ajeti 6 thot: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që besoni, runi veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Pra na porositën që t'i ruajmë veten, familjen dhe fëmijët ton nga zjarri. Kja jetë kuranor, komentatorët e Kuranit thot ka dy sinime. Sinimi i parë është edukata dhe sinimi i dytë është dija. Nëse ne do t'i bëjmë fëmijët të dijshëm pa edukat, do t'jetë suksesit zero. Nëse do t'i bëjmë me edukat pa dije, përsëri nuk po haprojmë tek vendi i duhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë çdo prind është çoban i kopesë vet. Tamam si ai çoban i cili kujdeset për delet e veta. Thot nëse një dele nuk i ka hi çobanit, ai mërzitet për të, sepse dëshiron t'i shohet të gjithë delet në shtallën e tij. I tillë është edhe prindi për fëmijën e vet. Ai i cili nuk ja shet çdo detaj fëmijët të vet, atëherë ai është i papërgjegjshëm për të. Gjëja më e rëndësishme është që ne të ndajmë kohë për fëmijët tonë. Një rast interesant të një fëmijët i cili ka dashur të ndaje disa çaste me babain e tij, me prindin e tij. Ka thënë: "O baba, dëshirojmë të dalëm me biçikletë të luaj." Babai normalisht vjen prej pune i lodhët, i raskapitur, thot nuk kam shumë kohë, duhet të flej, duhet të pushoj. Thot ave kam qef, dëshirën e kam të madhe, por ja që prindi i është dhënë materiales se sa ajo që është pasuri më e madhe për të, fëmiu. Dhe thot s'dinte si ta largoje fëmiun e vet, e mori thot hartën e botës dhe e grisi. E hudhi hartën, tha kur të ta ndërtojsh hartën, botën, atëhere do dajmë kohë me ti. Nuk kalun disa minuta trokiti dera e hapi derën fëmiu, tha baba e rregullova botën. Shife çfarë përgjigjet bukur jep. Thot si e rregullove botën, thot pas hartës kish një njeri, duke e rregulluar njeriu e rregullova botën. Ne nëse nuk e rregullojmë vetveten tonë, edhe fëmijët tonë, të ndajmë kohë për fëmijët tonë, do të stagnojmë vallahi. Por elementi tjetër që duhet të jetë elementi edukativo fetar arsimor. Nëse ne edhe fen nuk e aktivizojmë tek fëmijët tonë, runa Zot pastaj do të kemi probleme edhe tjera. Edukimi material para asaj moral. Kur po i shohim fëmijët tonë, i themi bënu më i miri i shkollës, por jo t'i thuana bënu më cilësori, t'ja dish vlerën e dijes. Kur po e krijnë fakultetin, thot krije një fakultet sa ta zësh një vend pune, e jo të përfitojnë nga puna që ti vepron. Pastaj ndodhin probleme tjera. Njerëzit nuk po e shijojnë vlerën, por e shijojnë vetëm atë e cila është materiale. Nuk po ja dim gjës vlerën që e marrëm, se sa atë e cila është më e mirë për njeriu. Nëse edhe në këtë aspekt i ushtrojmë ata që të vinë vetëm në parë në atë materiale, dhe nuk e ushqejmë në atë e cila është shpirtërore, do të ketë problem apo do të ketë stagnim në edukimin fetar. Bazë të kësaj kemi pjesën profetike të pejgamberëve. Ibrahimi a.s. i tha Ismailit dhe Ishakit: "Cilën rrugë do ta ndiqni ju pas vdekjes time?" Ata thanë: "Ne do ta ndjekim rrugën e babait tim." Atëherë Ibrahimi çka tha? "Edhe unë kam ndjekur rrugën e babait tim dhe kjo është e feja që neve do të na mbaj gjallë, e cila është e burimi." Nëse fe nuk e kemi burimin kryesor, atëherë rënd se e mbajna gjallë vetveten. Mungesi e treta, mungesi për kujdesit shoqëror. Ne si shoqëri duhet të jemi shumë të vëmendshëm dhe shumë të koncentruar, të sillemi mirë me shtresën e vogël. Të kemi një tërbije fetare, t'i hedhim hapa, sepse shikimi i tyre është tek gjeneratat tona dhe shohim çfarë veprojmë ne, veprojnë të njëjtën edhe ata. Nëse ne nuk jemi të tillë, siç e përmendën Allahu xhallasha në Kur'anin famëlar, po ta marrim më shembull më konkret, Allahu xhallasha e ka marrë si shembull jetimët. Nëse ata i mbajmë larg, ata dalën nga vetvetja e tyre dhe mund të ndodhë që të jenë njerëz problematik.
Allahu xhaleshanu në Kur'an famëlar në surën El Maun, të cilën shumica prej jush e dinë surën, ra'aita alladhi yukadhibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Thot Allahu xhaleshanu në Kur'an, a di ti për ata që e përgënjështrojnë ditën e llogarisë, ditën në të cilën do t'i marrin shpërblimet e Allahut, do të përgënjështrohen. Thot janë ata të cilët i kanë dëbuar apo janë sill ashpër me jetimat. Si shoqëri, ne ato kemi nevojë t'i afrojmë. Ne kemi nevojë të kujdesemi për të. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një shoqëri e civilizuar, nëse një shoqëri e mirë fetare kujdeset për jetimat të cilët janë të braktisur nga një grup apo nga një shumicë, thot ai i cili do të kujdeset, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shoqërimin do ta ketë me mua, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ku ka një privilegj më të madh se një njeri të cilit i ka dhënë Allahu pasuri, të mos merret me një njeri, një familje jetim, ta edukoje, ta shkolloje dhe ta ketë privilegjin ditën e gjykimit apo në xhennet të jetë në kategorinë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe është Allahu xhaleshanu ne si shoqëri të jemi shoqëri e cila do ta marrim kulturën nga ajo e cila quhet libër. E problematika më e madhe të cilën sot e hasë shoqëria në të cilën jetojmë, sidomos në Europë, duhet patur kujdes nga mësimet e mediumit, sepse Evropa, që ka filluar edhe shtetet muslimane i praktikojnë, e që po i ratifikojnë marrëveshjet në parlament dhe po i pranojnë, janë sepse zullumin ta ka bë legal. Sot prostitucioni në disa vende është legale. Alkoholi është legale në një masë të caktuar. Droga në vende të caktuara apo marijuana është e lejuar. Nëse ne i edukojmë fëmijët me një kapacitet të shkollimit të tyre, edhe më vonë nuk ja kemi dhënë edhe edukimin fetar, këto fëmijë nesër do të prishen. Këto fëmijë nëse nuk e kanë fen apo besimin e tyre, këto fëmijë do të kenë stagnim në jetë, në zhvillim e në civilizimin e të cilën ne jetojmë. Dhe është Allahu xhaleshanu të bëhemi prej atyre të cilët do ta bëjmë investimin më të madh tek fëmijët tonë, që nesër ta kemi shpirtin rahat dhe të dalim para Allahu xhaleshanu pa gabime dhe pa përgjegjësi. Lillahi el-Fatiha.